Një parti është një organizat njerëzish që kanë ide, bindje dhe qëllime të përvashta politike dhe që punojnë së bashku për të fituar pushtetin ose ndikuar në drejtimin e shtetit. Qëllimi kryesor është të marrë pjesë në zgjedhje, të përfaqësojë qytetarët dhe të zbatojë programin e vet politik ku vjen në pushtet. Çfarë është tensioni një partie politike? Është një gjendje e brendshme përplasjesh, mospajtimesh ose rivalitetesh, shëlim midis anëtarëve, drejtuesve ose grupeve të ndryshme brenda partisë. Ky fenomen është zakonisht në jetën politike, sidomos kur ka ndryshime mendimesh për drejtimin vendimar apo strategjinë elektorale. Kur tensioni rritet, ai shpesh çon në ndarje të fraksioneve, mospërkrahje në zgjedhje ose madje në shkëputje nga partia për të formuar grupime të reja. Në situata të tilla, dobësohet partia, ulet besimi i publikut dhe bën më të vështirë ruajtjen e unitetit. Megjithatë, tensioni nuk është gjithmonë negativ, në disa raste mund të shërbejë si shtys për reflektim, për reformim të brendshëm, duke ndihmuar forcimin e demokracisë së brendshme të një partie. Kur trajtohet me dialog, respekt, transparencë